Rikthehemi sërish në studio. Tani, me që jam marrë gjëre gjatë edhe me politikën e jashtme amerikane, në këtë mes, a është kjo një lëvizje kundër Trump, siç përmendi Albani që shihet në mediat e majta botërore, The Guardian ose të tjera, edhe brenda amerikane, Associated Press të tjera. Mediat e majta po take advantage, po shfrytëzojnë rastin me sulmu anën republikane, anën e Trump, po shfrytëzojnë rastin. Okej, është e qartë. I erdhi rasti në dorë. I erdhi rasti, po si thuash, po japin eko një të pavërtete. A është kjo një revolt anti-Trump në Shqipëri, mos pranimi investimesh? Nuk do ta klasifikoja si revolt anti-Trump, po siç është ajo shpreha ku ka tym ka zjarr. E vërteta e thjesht është që familja Trump është domethënë vjerri i Jared Kushner. Kjo është, nuk ka punë familja Trump, s'është investimi i Trumpit, është investimi i Jared Kushner. Domethënë, nuk ka nevojë të spekulojmë, duhet vetëm të shkojmë tek intervistat që Jared Kushner dhe Ivanka kanë dhënë personalisht, ku e shpjegojnë se si e gjetën Sazanin, nëpërmjet kujt e gjetën Sazanin, Nat Rothschild, që është një nga personazhet më kontroverse, sidomos pas Epstein Files, që dolën në kohët e fundit, ku kjo familje është përfshirë në një ndërlidhje të madhe, domethënë bankiere ndërkombëtare. Dhe nuk është, domethënë kjo është pika kryesore. Shqipëria nuk është rasti i izoluar, siç e theksova, është një rrjet i madh mesdhetar që po ndërtohet nga Kushnerat dhe partnerët e tyre. Nuk është vetëm ke Çipron që po duhet t'u kthejmë investimeve. Nuk është revolt anti-Trump. Nuk është revolt anti-Trump. Kjo është pjesë e revoltës, është pjesë e protestës, ose pjesa që i pëlqen të majtës ta shfrytëzojë. Po, edhe me thënë të drejtën, kjo domethënë kjo është politika. Kanë arsye ta shfrytëzojnë, edhe shfrytëzojnë mirë. Pse? Sepse edhe këtu po ndodhe njëjta gjë. Ke oligark, domethënë, ja ku kemi guvernatorin e Michiganit, ku 2 ditë më parë u kap në hot mic me CEO-n e Oracle, një nga kompanitë e inteligjencës artificiale, duke thënë që ne jemi mësuar me njerëzit që të thonë no, fjalën e pisët, edhe ta bëjmë gjithsesi. Nuk e çajmë kokën se çfarë thon populli, domethënë. I tha troç, për këto data centers që publikojnë në Michigan. Ishte lajm që duhet bëhej lajm i madh, por nuk e publikoi asnjë medie lokale. Përveç disave. Dhe kjo është e njëjta situatë, domethënë, i njëjti thelb i pakënaqësisë popullore që gjen si në Shqipëri, si këtu, si në Idaho, se në Utah që po bëhen ato town halls të ndryshme që politikanët nuk përfaqësojnë transparencën që duhet të përfaqësojnë. Mirë, në rregull, po shikoj, Shqipëria është një vend shumë i vogël, edhe shumë i parancishëm në aspektin global. Flasim atë që është. Po ta shikosh, kjo politika e këtyre viteve të fundit është qesharake. Pse është qesharake? Duket sikur partitë politike flasin në anën makro, jam me të fortin e lagjes. Është e pabesueshme dhe e paimagjinueshme që me fjalë një vend kaq i vogël sa jemi neve, që nuk kemi çfarë ofrojmë në makro, të jenë kaq të lidhur presidenti i Amerikës, të kërkojnë thelat vendit tonë edhe këto lloj lëvizjesh. Jetojmë akoma në një vend që e krijojmë edhe e quajmë politikën edhe pushtetin personal. Nuk është ashtu, pushteti është ndryshe, sepse nuk është Shqipëria e kryeministit, cili do qoftë ai që është kryeministër. Edhe këtu nuk është Amerika e presidentit, cili do qoftë president. Domethënë ka ligje, ka rregulla loja se si luhet. Edhe nuk është thjesht Trumpi është emër bombastik, edhe kjo është një reklam bombastike që njerëzit me fjalë e preferojnë të flitet. Majtas djathtas të janë, dhe duhet ta largojmë këtë me thënë drejtën nga çfarë po ndodh në Shqipëri, duhet të fokusohemi më shumë cila është e vërteta që po ndodh në Shqipëri e çfarë duhet bëjmë. Kjo është e vërtet, po ende lëvizja sot që është dita e 14 vazhdon me të njëjtin ritëm, po unë dua mos shndrohet si ato shëtitjet e dikush me të bashës në bulevard.
unë dua që kjo lëvizje të nxjerrë drejtues politik, se pa një drejtim politik nuk mund të presupozohet ndryshime që kërkojnë. Shumë e drejta, dëgjoja Blendi Klosin që tha pothuajse po të njëjtat fjalë që është një protestë paqësore, është bërë një shëtitje për familjet. Nuk është e vërtet. Populli është, me thënë drejtën, protesta po rritet për ditë, do rritet për ditë, do vazhdoj do rritet për ditë. Kjo protestë do ecë shumë përpara, duke mbledhur më shumë njerëz, sepse populli është i pakënaqur. Jetojmë në një kohë dhe në një sistem në Shqipëri që jemi me dy parti. Edhe këto dy parti janë të njëjta me njëra tjetrën. Pse janë të njëjta me njëra tjetrën? Po ta shikojmë vitin 2008, kur arritën bashkëpunimet me një tjetër, janë parti që nuk kanë zgjedhje brenda, janë parti me një lider, janë parti kult që lideri adurohet, nuk pranohen mendimet e tjera, edhe këto dy parti po krijojnë këtë pakënaqësi në masë të popullit. Kemi një elektoral gri që është shumë i madh, edhe këto dy parti në gjithë të vitet e fundit në këto zgjedhje që janë krijuar rreth 20 vjet e fundit, nuk kanë arritur të marrin numrat mëdhej të partive gri. Edhe po ta shikosh në protestë, ke nga të gjitha ngjyrat, edhe protestat pa polarizuar nga ngjyrat partijake. Është protestë thjesht, edhe ka një gjasë edhe me 91-shën, se edhe në 91-shën, pse dolën njerëzit në protestë? Ishin të vjedhur. Nga çfarë ishin të vjedhur? Nga e drejta për të jetuar. Edhe tani jemi të vjedhur nga e drejta për jetuar. Edhe po kërkojmë vërtet demokraci, jemi shumë mbrapa, kërkojmë thjesht demokraci, sepse me këto parti që kemi, nuk mund të ta arrisim dot. Janë e njëjta histori të dyja. Edhe partitë e vogla që janë rreth e rrotull kësaj proteste që kap çat kapim, Nuk kapin, aty është kap çat kapin, llapat me shok. Ato kanë treguar jo seriozitet, jo vizion të lartë, edhe mbi të gjitha janë parti lokale, edhe në zgjedhjet që u bën, ishin me zona të fokusuar, nuk mund kishin dot një platformë që me fil ta reprezentonin vizionin në barë vende. Kështu do të thonë janë parti që du 20-30 vjet ndoshta mund të kthehen në parti elitare, po çështja është ka Shqipëria 20 vjet? Nuk ka. Ne duhet të ecim përpara, duhet të vendosim tani. Kështu që kjo protestë do ngrihet më shumë. Reginaldo, mendoni se fakti që nuk ka një leadership protesta, e pengon zhvillimin e mëtejshëm të protestës, apo kthimin në lëvizje politike, apo shmang një farë korruptimi që mund t'i bëjë Rama? Do me thënë, varet nga rrjedha e protestës, sipas mendimit tim. Pse? Sepse e mira e një lideri, do me thënë, është që mund të flasë si përfaqësues i kërkesave popullore, mund të ketë një farë drejtimi, një farë vizioni, një farë energjie që ai lider mund t'i japi. E kundërta është që ky lider mund të jetë i sabotuar lehtësisht, ose mund të jetë edhe i implantuar, kur i themi. Ka pasur përpjekje, i kemi vënë re të gjithë që edhe siç po zhvillohen protestat, ka pasur përpjekje nga disa individ, si partijak, si gri, mund t'i quajmë, nuk e dim se nga vinë, që janë përpjekur të marrin mikrofonin e protestës, edhe ta udhëheqin, domethënë ti fol, ti mos fol, ti ngri këtë plakart, ti ngri këtë. E bukura e kësaj proteste është që është organike. Kjo nuk do të thotë që nuk ka njollosje, ose nuk do të ketë njollosje, do të ketë, edhe do të ketë akoma përpjekje si nga agjentura e brendshme, si nga agjenturat e jashtme. Por, nëse qëndron organike, nëse, le të themi, ndoshta e vetëdijshme, e vetëdijshme, do me thënë, por duhet ketë edhe një farë vizioni të përbashkët. Ndoshta mund të ngrihen disa komitete të ndryshme, jo një komunitet vetja. Ndoshta mund të bëhen town hall-e në protest, ku njerëzit mund të flasin, ka shumë struktura të ndryshme demokratike që mund të ndërtojnë për brenda protestës për t'i dhënë një farë drejtimi. Mirë, shiko, është pak herët për atë punë, sepse radhë parë populli është i pakënaqur, populli është i vjedhur, edhe ngrihet në protestë. Edhe në 91-shin kur ngrihet në protestë, nuk e dinin çfarë do ndodhte më mbrapa. As kush ishte. Ashtu. E rëndësishme është që njerëzit ngrihen.
Edhe protesta ka kalu atë vetëm Zvërnecët dhe ka hyrë në protestë politike. Pse ka hyrë në protestë politike? Janë bërë disa kërkesa politike. Tani dal ngadalë ajo do vazhdojë të ngrehet. Është pak herët sepse atje në Shqipëri gjithmonë kërkohet një protestë, një agjendë, çfarë do ndodhi me agjendë, kush është ku, jo, kjo është thjesht, kjo është gjë më e bukur sepse është pa kënaqësi që po ngrehet edhe ka marrë zjarre do ngrehet më shumë. Të gjitha këto do ndodhin, por është herët akoma mendojnë. Jemi thjesht në 2 javët e para të kësaj proteste. Është akoma shumë herët për të pas një organizim kaq fuqishëm. Tash ka grupe interesi, patjetër, është normale, gjithmonë do të ketë. Po si shpjegohet që gjithë këto vendet e përcaktuara turistike i kanë zënë oligarkët? Pra njerëzit kanë tokat e tyre, Rama thot paketa e maleve, kurse për t'i marrë tokat, t'i marrin oligarkët. Që kjo është diçka e përgjithshme, nuk lidhet drejt për drejt me Zvërnecin apo me Sazani nuk po e kundërshton shumë, po këtë Zvërnecin po e kundërshton. Sazani është tokë shtetërore, edhe ato krijuan një ligj urgjent për atë punë. Çfarë po thonë është shumë gjë e lezetshme dhe e drejtë, sepse aty rënja është ai investimi strategjik që po shitet 1 m² me 1.000 lekë. Është kjo paketa maleve. Po ndodhin këto gjëra, ndodhin sepse aty në Shqipëri është hequr nuk mund të bësh dot koalicion për zgjedhje. Partitë hyn me listat mbyllura. Përsëri ke 2 partitë me kult, do të thënë kush e reprezenton popullin zgjidhet nga kryetari, nga lideri i kultit, edhe është një sistem i mbyllur. Duke qenë një sistem i mbyllur, këto janë gjëra që do ndodhin. Por unë sugjeroj ose mendoj, ju jepin opinionin tuaj që duhet ketë një kërkesë të anulluar të marrëveshjes së 2008-s. Pa zgjidhur të nuk zgjidhen problemet politike. Ose një marrëveshje 3. Ka nevojë të anullosh atë, një marrëveshje 3. Në Shqipëri, fatmirësisht Zotit ka lind shpresa. Kjo protestë ka treguar që rinia shqiptare nuk është në gjumë, ashtu si e duan Rama dhe Berisha. Është mbytur ai miti që shqiptarët nuk çohen. Ato njerëz që dalin protestë, ato njerëz që kanë futur Shqipërinë në BE. Ajo është kartolina më e bukur për BE. Unë mendoj që mbas kësaj proteste, me këtë që është bën Shqipëri dhe në diasporë, ne e kemi merituar që të futemi në BE. Sepse ajo është një protestë që ti e sheh në Paris, në Gjermani, në Londër. Ajo është protestë qytetare europiane, jo e dhunshme, por për rinia çohet kundër një klase politike. Dhe nëpërmjet surveys, statistikat që janë bërë pyetësor, që a jeni pro SPAK-ut, vetëm 30% e të anketuarve kanë thënë që janë kundra SPAK-ut dhe 70% kanë thënë që janë pro SPAK-ut. Më do ti ke 70% popullsisë që është pro SPAK-ut, do thotë që është kundra 2 partive të forta. Domethënë tregu elektoral është 70%. 70% e shqiptarëve janë pro SPAK-ut, do thotë kundra PD-PS. Prandaj që unë e shoh ky është shansi i vetëm edhe i fundit që Shqipëria ka me heq Ramën dhe Berishën. Qofse ato nuk hikin me këtë rast, atëherë shpresa do vdesi dhe ai vend do mbetet, domethënë do jenë shërbëtor të një grupi oligarkësh dhe gjithë do dërohen të ikin italianët. Kjo lëvizje kërkon vetëm me heq Ramën dhe Berishën si individ, kërkon të lëvizjes sistemes, edhe kjo duhet ta shpjegoj që edhe njerëzit ta kuptojnë drejt. Nuk është tifozllik që do heqim Sali Berishën, do heqim Edi Ramën. Kërkohet Shqipëria e re, kjo është pankarta që kjo është një brez i ri. Me fjalë të heqim qelizat e vdekur, duhet një brez i ri, nuk ka individ. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, po ndërpresim këtu emisionin për një pauzë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak.